Dashi, një atmosferë mirë sjell një vendim të qartë, mos e ktheni padurimin në konflikt. Demi, sot mbi zotëron një zgjedhje që kërkon durim. Një gest i vogël mund të ndryshojë atmosferën në çift. Binjakët, sot hapet mundësia për një vendim të qartë. Në financa shmangni vendimet impulsive. Kaforja, sot ju të ndihmojë një ditë më sociale se zakonisht. Një kompromis i vogël mund të sjellë qetësi. Luani, sot mund të ndjeni një vendim të qartë. Një ide krijuese mund të marrë vlerësim. Pyqëresha, kjo është një ditë për një ide të re në punë. Në dashuri kërkohet sinqeritet. Peshorja, sot mbizotëron një lajm i papritur. Një ide profesionale meriton vëmendje. Akrepi, dita sjell një koment të këndshëm në familje. Një kompromis i vogël mund të sjellë qetësi. Shiqetari, kjo ditë favorizon një ritëm produktiv. Mos premtoni më shumë se ç'mund të realizoni. Briciapi, sot do të ndihmojë një moment të këndshëm me familjen. Emocionet janë të forta por të menaxhueshme. Ujori, kjo është një ditë për një ditë më sociale se zakonisht. Një detyrë e vjetër mund të mbyllet me sukses. Peshqit, kjo ditë favorizon më shumë qetësi në marrëdhënie. Besoni te ajo që ndërtoni hap pas hapi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.